wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Elusim Allahun xhalla shanuhu të na bëjë besimtarë të sinqertë që jetojmë jetën tonë në rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam deri në frymën tonë të fundit. Të dashur besimtarë, Allah ju shpërbleft për prezencën tuaj. Zoti ju shkruaj të çdo hap sevap që keni ardhur për të falur namazin e akşamit së bashku dhe për të dëgjuar këshillat që do të këshillohemi me njëri tjetrin, këshillat të cilat kemi nevojë gjithë secili për ne të përkujtojmë veten tonë me dashurinë e Allahut dhe të dërguarit e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sot me lejet Allahut lartësuar do të ndalemi tek dy pjesë të rëndësishme që kanë të bëjnë me moralin e besimtarit, të cilat këto dy pjesë ndoshta janë shumë të thjeshta, por që bartin një rëndësi shumë të madhe në prezantimin apo përjetësimin e Islamit siç duhet nga ana jonë si besimtar. E para është dukshmëria jonë, paraqitja jonë e jashtme si besimtar, dhe e dyta është të folurit ajo çfarë ne nxjerrim nga gojet tona që komunikojmë me njerëzit. Sepse po të vësh re, para se ti të biesh në kontakt me një person të panjohur, gjëja e parë që ai shikon tek ty është si dukesh. Pra po t'i vësh re njerëzit në pamje të parë të respektojnë njerëz si dukesh ti. Nga veshja jote, nga prezenca jote, ky është një vlerësim i parë që ta bën gjithë secili. E dyta më pas, vlerësimi që merr ti apo vlerat që tregon ti si besimtar, janë më pas çfarë ti do të flasësh mbasi njeriu të ka parë herën e parë. Se si thomin, e shumë bukur dukesh si kallup, por je bosh brenda. Por ajo dukja e jashtme është hapi i parë që dikush hedh drejt teje për të njohur, për të mësuar më shumë lidhje me ty. Dhe që është shumë e rëndësishme që ti si besimtar të jesh i pajisur me moralin e bukur islam, qoftë edhe në këtë paraqitje tënde të parë, të cilët për këtë çështje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar shumë. Sepse besimtari musliman duhet të jetë shembull i bukur në të gjitha rrethanat e jetës së tij. A edhe në pamjen e jashtme? Po, edhe në pamjen e jashtme. Prandaj është një rregull që thuhet inna Allaha jamil yuhibbul jamal, sepse Allahu është i bukur dhe do të bukurën. Çfarëdo që ti transmeton si të bukur në jetën tënde, në moralin tënd, në marrëdhënie me njerëzit, dije që ajo është një vlerë që ta ka bërë risk Allahu i lartësuar që ta kesh, por me të normalisht ti prezanton veten tënde, por mbi të gjitha prezanton veten tënde si musliman. Tashi, pse është shumë e rëndësishme kjo, dhe pse zgjodha si temë që ta diskutojmë, sepse normalisht duhet ndar në jetën tonë si besimtar ajo çfarë është e bukur dhe e fisshme dhe ajo çfarë është e bukur dhe të çon drejt mendje madhësisë. Sepse shumë bukur mund të themi, me u vesh bukur, me vesh një rrobe të bukur, me u dash me u duk bukur, a mundet kjo të futet tek syfajsia? Mundet të futet kjo tek mendje madhësia që ti don të dukesh? Apo jo? Dhe këtu është ajo çfarë është që duhet ndarë me kujdes nga ana jonë si besimtar. Sepse në këtë gjendje të tillë ra një prej shokëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Musab ibn Umairi, një djalë shumë i bukur. Ishte shumë i pasur, sepse familja e tij ishte shumë e pasur para Islamit, ishte edhe bukurosh, saqë thuhet për të vajzat e Mekës dilnin dhe tundnin shamijat në dritare që të tërhiqnin vëmendjen e këtij. Në momentin që ky pranon Islamin, pa që shtresa e përgjithshme e muslimanëve ishte e varfër. Rrobat e tyre ishin
copa, ishin me arna, ishin të qepura, nuk ishin rroba të bukura. Dhe këti vinte rënd, sepse ky kishte mundësi të vishej me rrobat më të bukura. Dhe duke qenë si vinte rënd që të ishte ndryshe nga shokët e tij, ai zgjodhi të vishej me rroba që t'i ngjante shumicës njerëzve. Kur e pa profeti sallallahu alejhi wasallam këtë ndryshim drastik të tij, i tha Musab, pse nuk vesh rroba të bukura? Edhe ai ja shpjegon profeti sallallahu alejhi wasallam që kështu pra, vjen zor me qenë ndryshe nga shokët e mi. Dhe profeti shpjegon se ty të ka furnizuar Allahu xhaleshanu me atë rrobe, me atë risk. Dhe Allahu don që atë çfarë të ka furnizuar ta shikoj që ti ta shfrytëzosh atë mirësi. Fa bi ni'mati rabbika fahaddith, thot në surën Duha, me mirësitë që Zoti të ka dhënë, fol, shprehi, nxjerri qartë. Po ku është kyçi? Ku është qelsi? Të thuash elhamdulillah që unë kam prej Allahu xhaleshanu këtë gjë. Pa të çuar në mendje madhësi të rroba e bukur. Pa të çuar ty në vetë pëlqim rroba e bukur. Por ti e vesh diçka të bukur, ta ka dhënë Zoti, nuk të hyn sy fare, e ke apo se ke, rrobën e bukur, mjetin e bukur, diçka të bukur, e ke se ta ka dhënë Zoti për atë moment, ti me një thjeshtësi të madhe falenderojnë Allahun xhaleshanu, e shijon atë mirësi që të ka dhënë Zoti, falenderojnë Allahun xhaleshanu për atë mirësi që të ka dhënë, dhe e kishe apo se kishe, gjendja jote shpirtërore nuk do ndryshonte fare. Ky është çelësi që duhet të dallojë atë çfarë e çon njeriu në mendje madhësi apo në vetë pëlqim, sepse kujton se e ka arritur vetë, nga ajo çfarë ai e pranon se është për Allahu xhaleshanu. Sepse tha Allahu xhaleshanu në një hadith kutsi, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu xhaleshanu kibri i thuhet madhështisë, i thuhet dhe mendje madhësisë. Dhe Allahu thot që kibri, madhështia, el-kibriya, madhështia absolute, është një robë, thot Allahu, që është e imja. Dhe kushdo thot që do ta mveshi robën e mendje madhësisë dhe do t'ja atriboj vetes së tij, le ta di thot që unë do ta poshtëroj atë, do ta udh në zjarrin e xhehenemit. Dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam, men kana fi qalbi mithqala dharratin min al-kibr la yadkhulu al-janna. Kush ka në zemrën e tij një grimc të vogël të mendjemësisë, nuk ka për të futur në xhenet. Pra ne shohim që paraqitja jonë e parë, qoftë fizikisht në rrobat që kemi veshur, qoftë me makinën që ne ecim, qoftë me mënyrën e të folurit, e të thënit fjalëve, e të udhërit hapat, është një tregues i qartë që ti tregon me moralin tënd, a je një musliman i nështruar ndaj Allahu xhaleshanu, apo të ka hyrë vetja në qef. Sepse ajo çfarë kërkohet më të madhe nga Islami për besimtarin është që të bi në sy tek njerëzit me moralin e tij, jo me dukjen e tij. Të bi në sy tek njerëzit me moralin e tij, jo me dukjen e tij. Mund të dukesh shumë musliman në paraqitje, me mjekrën tënde, me pantallonët tua të shkurtra, me xhelabien që mund veshësh, kush do ka ato mendimet e veta, mund të dukesh shumë musliman në dukje, por ama në momentin që udh fjalën e parë dhe bën veprimin e parë, nuk të ka hije fare ty si musliman veshja që ti prezanton. Ndërkohë nëse ti hiç mos e simbolizofsh Islamin në rrobën tënde të dukshme, që në fund fare ajo është një traditë e një vendi të caktuar, sepse Islami vendos parime në veshje, nuk vendos stil në veshje. Çdo popull ka traditën dhe zakonet e veta, rrobën dhe veshjen e vet. Kështu që ajo çfarë kërkohet është që ti në kontaktin e parë që njeriu të prezantohet me ty, të prezantohet me moralin tënd të bukur. Ka një rast me profetin sallallahu alaihi wasallam. Imagjinoni profetin sallallahu alaihi wasallam, imagjinoni një njeri për të cilin ishin të gatshëm shokët që e besuan të jepshin jetën. Pra, imagjinoj njerëz që janë të gatshëm të sakrifikojnë jetën për ty, të japin jetën për ty. Kur japin gjë më madhore, gjërat e vogla nuk i hyn sy fare, janë të gatshëm me njëherë ta bëjnë diçka të tillë. Kto ishin sahabët për profetin sallallahu alaihi wasallam. Por ai sallallahu alaihi wasallam ishte një njeri i cili e donte thjeshtësinë, ishte i thjeshtë, ishte i butë, ishte njeri që jetonte me njerëzit, ishte i thjeshtë ndër të thjeshtit. Dhe një rast, duke ndetur me shokët, u ngrit vetë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe filloi t'i shërbej ujë gjithë secilit prej tyre. Pra imagjinoni, ti thoshe njërit prej tyre, "Çohu se je
do ikim të luftojmë për jetën e profetit sallallahu alajhi wasallam, hajde vritemi thonin ata. Ndërkohë profeti po i shërbente ujë këtyre shokëve të tij, sahabëve, ku tregohet në këtë rast vjen një njeri nga jashtë që donte të njihte, të prezantohej me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ai në fakt donte të njihej me të parin e këtij populli. Dhe kur e shikon këtë situatë, vjen dhe i thot këtij grupi njerëzish, ndërkohë profeti sallallahu alajhi wasallam ndor, imagjino me ibrik, me atë enën duke mbushur ujë. Dhe i thot një fjalë, pyet, kush është zotëria i këtij populli? Pra kush është i pari i këtij populli? Ai nuk e njofti profetin sallallahu alajhi wasallam që të kishte ndonjë atribut profeti sallallahu alajhi wasallam që të binte në sy se ishte ky i pari. Thënë ndryshe, po të shkoshe tek mbretëritë e asaj kohe, po të shkoshe në oborrin e pallatit të tyre, do ta dalloshe menjëherë kush është mbreti, sepse do të ishte i rrethuar nga ushtarët, do të ishte i rrethuar nga shërbëtorët, do të ishte i rrethuar nga ata që i mbanin çadrat për hije, siç ndodhte para Islamit në xahiliet, që skllevrit i mbanin çadrat e buxhehlave më shok, dhe këto krenoheshin me mendje madhsinë dhe pasurinë e tyre, saqë edhe ajo rroba e gjatë që e vishin e trishnin mbrapa zvarr për të treguar mendje madhësi se kush jemi ne. Ndërkohë profeti sallallahu alajhi wasallam me këtë veprim ai nuk tregonte asnjë indicje që të kishte ndonjë shenjë që ky ishte i pari i këtij populli. Mirpo ndetën qetësi sahabët dhe vetë profeti sallallahu alajhi wasallam u përgjigj. Po si u përgjigj? U përgjigj shumë bukur. Dhe tha: "Es-sayyidul qaumi khadimuhum." Zotëria e një populli është ai që i shërben popullit. Është shërbëtori i tyre. Ndërkohë profeti sallallahu alajhi wasallam ishte në këmbë duke i shërbyer ujë sahabëve të tij. Duke dhënë një shembull të madh. Pra që jo se menjëherë ndryshove një status, ai ishte profeti i Zotit dhe ai po donte bëj mbret, ai po donte bëj gjithçka, pra flasim që njerëzit për të ishin gatshëm të jepnin jetën e tij, dhe ai përsëri zgjodhi këtë thjeshtësi të prezantimit me dikë tjetër përballë që nuk e njihte, edhe pse ishte profet. Imagjino ne tashmë që ne ndoshta diçka na ndryshon në jetën tonë, një status ekonomik na ndryshon në jetën tonë, një status pozite në punë na ndryshon në jetën tonë, edhe me njerë shohim që ndryshojmë edhe ne me njerë stilin e jetës. Me njerë ndoshta gjë e parë që do të bëjmë të ndryshojmë makinat, të blejmë një më të madhe që të dukemi pak. Se në fakt që dua të ndalem të kjo pjesa, ka edhe një keq kuptim me realitetin që ne po jetojmë sot. Ne po ecim me hapin e kohës, ne po ecim me atë çfarë po na imponon jeta moderne, dhe nuk po i shkojmë në kundra këtij realiteti me parimet dhe moralet tona. Pra, ke dëgjuar ndonjëherë dhe sepse muslimanët pastaj fillojnë dhe i keq përdorin argumentet fetare në interes të epsheve të tyre, të egove të tyre. E dëgjon ti vllai musliman dhe thot, po pse thot ai, nuk ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam që muslimani më i fortë është më i mirë se i dobti? Po, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, por kjo nuk do të thotë që ti dalesh me kanatier të tregosh muskujt jashtë. Që un jam i fortë dhe un merrem me stërvitje. A nuk ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam që muslimani i pasur është më i mirë se i varfri? Po, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, por kjo nuk do të thotë që dalesh ti të demonstrosh me makinën tënde të shtretë, që shiko edhe ne muslimanët jemi të fortë, jemi gangstera, jemi të pasur. Pra, ti këtë gjë do ta tregosh kur është koha e duhur, në momentin e duhur. Je i fortë, po, kur vi koha për xhihad, shko atje. A je i pasur, po jep zekatin. Në ke xhamia, jep zekatin tek i varfër, jep sadakan. S'është nevoja të dukesh ti. Ti duku në sy të Zotit pa të pasur të njerëzve. Jepe me djathtën pa të pa e majta. Pra nuk ke pse të shkosh me ritmin e asaj çfarë ne na ofron moderniteti. Se jo po shih si hapet ai tjetër atje, tregon që është i fortë, do të tregoj edhe ne se edhe në muslimanët jemi të fortë. Po s'kërkohet kjo prej nesh. Prej nesh kërkohet që ti ta luftosh këtë gjë me moralin tënd, me thjeshtësinë tënde. Ai sa dhe para në sy fare. Ndonjëherë ka raste që ne na qa zemra të themi, "Or po jam musliman, unë e dindi apo jo?" Ndërkohë ty s'kërkohet hiç të thosh ta identifikosh veten tënde si musliman. Ndërkohë vepra jote
ta identifikon ty atë gjë pa thënë asnjë fjalë. Sepse sjellja jote, ajo çfarë paraqet ti me të parë, thjeshtësia jote, morali jot, është diçka e cila, siç ju kam dhënë shembull që luajm kalçeto ndonjëherë që bëjmë dhe këto debatet e nxemjes lojës, që kemi luajtur dikur, ishim shokët tanë, normalisht ishim në studime, edhe luajtëm kalçeto. Po elhamdulillah, vllazëri, ajo dëshira për të vllazëruar më shumë me njëri tjetrin, për të kaluar një kohë të mirë me njëri tjetrin, aq sa erdhi dikush nga jashtë, kam qenë vetë prezant, dhe tha, "Ore, tha, po ju jeni burra apo si jeni burra? Po si nuk shajtet një herë, tha, 6 minuta lojë, tha, po ju shoh me vëmendje." Po sha robi një herë, tha, gjut topin, tha, dhe sha një herë. Ne ishim totalisht në atë botën tonë të argëtimit, student, elhamdulillah ishim në islam, ishim gjithë të studiu për teologji, kishim caktuar një orë javët që të kalonim kohën së bashku, dhe kjo shiko çfarë përshtypje bënte ke dikush që na shikonte ne nga jashtë. Po ne nuk thamë që jemi hoxhallar, ne nuk thamë që jemi musliman. Ne thjesht jetuam një moment të jetës tonë, çfarë do qoftë ai, po thjesht e jetuam me moral islam. Kjo bëri që dikush të preke nga ky fakt. Dhe ky është mesazhi më i madh që ne duhet t'japim. Prandaj kjo çështja e të qenurit i bukur, të dukësh bukur, është një prej çështjeve të cilat ne si musliman duhet ta kemi thelbësore në jetën tonë. Ktu ka dhe gjë që duhet të ndalem. Siç e thash më lart, Islami nuk kërkon uniform veshje, po kërkon parim në veshje. Pra, sepse ke parasysh janë dhe këto vëllezërit, Allah i shpërbleft ato ashtu e mendojnë, ashtu e kanë kuptuar çështjen e rrobës mbi kyçin e këmbës. Është një hadith i gjatë i Profetit sallallahu alajhi wasallam, që thot Profeti sallallahu alajhi wasallam, kujt rroba e tij është më e gjatë se sa kyçi i këmbëve, ajo rrobë është në zjarrin e xhehenemit. Vëllezërit e marrin literalisht këtë dhe praktikojnë jetën e tyre. A janë sinqert në atë? Janë. Nëse janë sinqert, do ta kenë atë shpërblimin tek Allahu xhaleshanu, patjetër, tek Allahu nuk humb asnjë grimcë sinqeritetit. Po ku është problemi tani këtu? Problemi është tani këtu që ta marrësh këtë hadith si një nga argumentet të prera që s'ka më mbi këtë hadithin dhe të fillosh më pas të tregosh gishtin tek të tjerët që pse nuk e kthejnë stilin e veshjes së tyre në uniform. Në rregull? Dhe tani ai aq shumë i mshon kësaj saqë ai fillon të tregohet pak mendje madh me vetën e vet, sepse thot vetëm unë ndjek sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Ndërkohë ky hadithi ka këtë kuptim, por ka dhe bot kuptimin tjetër, sepse ky hadithi vazhdon. Është Omeri dhe Abu Bekri që futën në skenë të ky hadithi, ku i than Profetit sallallahu alajhi wasallam, o i dërguar i Zotit, a edhe ne do të jetë rroba jonë në zjarr xhehenemit, sepse edhe rroba këtyre ishte më e gjatë se sa nyjet e këmbëve. Dhe Profeti sallallahu alajhi wasallam tha, ju jo. Pse ju jo? Sepse ideja ishte që kjo rrobë simbolizonte një mendje madhësi tek arabët e asaj kohe, që sa më e gjatë ishte rroba, sa më e gjatë ishte pelerina që të triqej zvarr mbrapa, sa më shumë sklever të kishe ti që të mbashin çadrën, aq më shumë mendje madhësi tregoje ti me pasurinë tënde tek njerëzit në përgjithësi. Edhe Profeti sallallahu alajhi wasallam me këtë hadith ai çfarë synoi? Synoi të shkurtoj rrobën apo synoi të shkurtoj mendje madhësinë? Ai synoi të eliminoj mendje madhësinë duke dhënë një shembull të kësaj. Nisur nga kjo, ne mund të themi shumë shembuj të kësaj natyre. Ti ndoshta vesh një xhup tani ndimër, i ke parasysh janë ta xhupat të fryrë që shkëlqejnë, që thën ndryshe në dietarët e quajnë kështu, rroba që thret ja ku jam. Qoftë për meshkuj, qoftë për femrat. Pra është një lloj rrobe që thret. Ej, po kaloj unë këtu. Shikoni mua. Rroba që thret ja ku jam unë, më shihni mua, është rroba që është duhet shkurtuar në bazë të këtij hadithit Profetit sallallahu alajhi wasallam. Nëse është xhup duhet shky, apo duhet rri i frym. Nëse është diçka që tregon mendje madhësi, ajo s'duhet veshur. Pra shohim që kjo është një parim i madh islam, që Islami synon pra të kundërshtojë mendje madhësinë në të dukurën tënde, në shprehjen tënde, në stilin e jetës tënde dhe jo teknikalitetet e cilat pastaj, siç tham, mund të përfundojmë në gabim. Kjo ishte gjuha e trupit të dashur besimtar dhe ne kemi shumë shembuj nga Profeti sallallahu alajhi wasallam, kemi shumë shembuj nga për shembull një nga shembujt më të bukur është shembulli i Omerit kur u bë kalif. Imagjino dhe Omeri që
ishte prijesi i muslimanëve, ku erdhi lajmëtari i një prej perandorive, ishte i perandorisë romake, mos gabofsha, donte të takonte prijesin e muslimanëve. Ku është prijesi i muslimanëve? Dhe ai ecte në Medinë dhe shifte me kokën lart, ku janë pallatet e prijesit musliman. Ndërkohë prisi musliman e kishte zënë gjumi i drekës, ishte në rrojën e një hurme atje, ishte bërë pluhur, ishte rrotulluar me atë xhubën e vet sa ndaj këtej, dhe i thanë ky është prisi muslimanëve. Dhe ai u habit, sepse kur e krahasoi prisin e vendit vet me atë të muslimanëve, aty e kuptoi që me të vërtetë këto njerëz kanë për të sundu botën, sepse thjeshtësia e tyre që jetonin me njerëzit në këtë lloj forme, pa u mveshur me grada, pa u mveshur me titull dhe pozita, i bëri ato që të bëheshin muslimanët, ato që arritën, që alhamdulillah ne kemi shembull sot, që sikur minimalisht merrnim shembull për tyre neve, jeta jonë ndoshta do të ishte ndryshe sot. Pastaj, automatikisht, ky është impakti i parë që ne kemi të bëjmë me njerëzit, që është impakti i gjuhës së trupit, mund ta quajmë. Mbastaj çfarë mbetet? Mbetet të futesh në kontakt me gjuhë, me të folurit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në jetën e besimtarit musliman. Ajo çfarë ne e quajmë ndryshe selami. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tani, kur themi selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ne duhet kemi parasysh që ky është një komunikim i drejtë për drejtë që ka të bëjë midis besimtarëve. Por profeti sallallahu alaihi wasallam kur u pyet se kush është puna më e hajrit, ai tha që puna më e hajrit është që të japësh ushqim njerëzve në nevojë, dhe e dyta tha të shpërndarsh selamin për atë që njeh dhe atë që nuk e njeh. Pra të flasësh. Pra të shpërndarsh selamin do të shpërndarsh siguri. Të shpërndarsh selamin do të thotë që aty ku jeti si musliman, aq njerëz sa të njohin, aq njohje sa ke në komunitetin, me shoqërinë dhe familjen ku jeton, e din që aty ku është Ligerdi, aty ku është Alani, njerëzit ndihen të sigurt për ti. Sepse ai zgjedh, ai zgënjen, ai ku përpiqet të ndihmojë në diçka. Kjo kuptohet që të shpërndash paqen, sepse të shpërndash paqen, selamin, nuk do thotë ta thuash atë të thatë me gojë, thuj selam aleikum sa dush me gojë, ama mbrapa krave dhe që s'tu për mua. Po çfarë vlerë ka ajo pastaj? Po çfarë më thua selam aleikum? Se kur më thua selam aleikum, paqja e Zotit që mbi ty, ti po përmend një prej emrave të Allahut që është selam, i paqmi, dhe ti po bë dua për mua që Zoti më japi mua paqe, ndërkohë sa kthe kurrizin unë ti, bam, me ofendime, me thashetheme, ndërkohë ti s'më ke dhënë paqe mua. Ndoshta ajo është një shtirje jotja. Ndoshta ti s'ke qenë i sinqert. Dhe kur themi selam aleikum, kjo është në kontekstin me muslimanët, që preferohet që me muslimanët të përdoret tekstualisht fjala selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndërkohë kjo ka një kuptim të gjerë që edhe me njerëzit e tjerë që ndoshta nuk janë me islam, do të thotë që ti të flasësh me njerëzit, të komunikosh në gjuhën e përditshme, mirëmëngjes si u gdhine, mirëmbrëma si u ngryse, mirëdita si kalove, me komshit, me njerëzit ka shënsori, me njerëzit kryerja pallatit. Pra ti je i pari që i flet njerëzve. Kjo kërkohet për islamit, kjo është morali bukur i joni. S'na flet ai foli ti. Mirëmëngjes, mirëdita, si u gdhine, nuk të kushton gjë. Por ama dije që kjo ka një impakt të madh. Minimalisht ti ke ndjekur një porosit profetit sallallahu alaihi wasallam, ke bërë një sevap. E ke bërë për hatër të Allahu xhaleshanu. Ke dhënë një fjalë të mirë. Dhe normalisht kur flasim në gjuhën e të folurit, kjo siguria pra që ne duhet t'i japim të tjerëve, ka dhe kuptimin që në të njëjtën kohë, siç tha profeti sallallahu alaihi wasallam, muslimani mirë tha është ai që njerëzit ndjehen të sigurt nga dora dhe gjuha e tij. Dora dhe gjuha e tij, nga veprimet dhe nga fjalët e tua. Ky është muslimani mirë. Pra merr tregoje këtë në përditshmërinë tënde. Automatikisht ata që besimtar, të thuash selam aleikum është një mirësi e madhe që jo çdo kush e ka këtë begati që ta thotë në jetën e tij të përditshme. Sepse minimalisht imagjino sa herë ti takosh me vëllezërit musliman dhe ti përshëndet me këtë fjalë. Është pjesë e një ajeti të Kuranit. Pra, selam aleikum është
është ajet prej Kuranit, është emri i Allahu xhaleshanu. Imagjino sa herë ti e përmend këtë emër të Allahut xhaleshanu në jetën e përditshme, nëse numërojmë dot. Se sa herë takohemi me njëri tjetër, ne themi selam aleikum, selam aleikum, selam aleikum. Ndërkohë ti ke përmend emrin e Allahut. Kjo ka bereqet. Kjo ka mirësi. Prandaj te profeti sallallahu alajhi wasallam tha ta thuash. Sa që tha, ai që e thot, nëse do ta shikojmë në status pastaj, çfarë statusi ka, ai që e thot, pra ta thuash i pari është sunet. Ta marrësh është fars. Pra nëse unë e them, është sunet, pra duhet ta bëj diçka të tillë. Pra po se bëra prap s'kam gjuna, por ama duhet më e bë, sepse është sunet i fortë. Nuk mund të kuptohet muslimani, kaloj me muslimanin pa i folur. Ama ai që e dëgjon e ka obligim ta kthejë, ka farz, nëse se kthen merr gjuna. Nëse nuk e kthen selamin, ai më pas do të marrë gjuna. Dhe kur shohim këtu, shikojmë që ke dhënia e selamit, ne kemi të bëjmë me disa rregulla, të cilat do të shikojmë që janë rregulla të cilat me të vërtetë i shtojnë një vlerë të madhe morale të besimtarit. Profeti sallallahu alajhi wasallam në hadith, një hadith të gjatë ku flet për rregullat e selamit, thotë kështu: të folurit i parë, pra selami, të japësh siguri. Thotë, të vegjëlit thotë duhet t'u japin selam të mëdhejve. Të vegjëlit duhet t'u japin selam para të mëdhejve. Kalorësit, ose ato që janë në makinë, sot, duhet t'i japin selam atyre që janë në këmbë. Ç'a kuptoni ju me këtë? Imagjino ti je në makinë dhe ti kalosh tjetrit ke këmbë dhe mos ti flasësh. A nuk është mendje madhësi kjo? Është mendje madhësi. Futi i gaz, ti futi i xhirum aty dhe si flet fare. Është mendje madhësi. Islami se do këtë. Dhe thotë që ti duhet më i dhën i pari selam. Përderisa je në makinë, duhet t'i japësh atij që është në këmbë. Nëse thot ata që janë duke ecur, duhet t'i japin selam atyre që janë ulur, se ti po kalon. Pra tregon thjeshtësinë, tregon gatishmërinë për të dhënë i pari selamin. Ata thotë që vinë më pas duhet t'i japin selam atyre që kanë ardhur më përpara. Që ardh para xhamit që vjen mbrapa duhet t'i japin selam. Pra flasi shikoj çfarë rregullash dhe çfarë thjeshtësie e çon Islami besimtarin musliman, qoftë edhe tek një fjalë, që është hapi i dytë për të futur në kontakt, për të njohur me një person. Prezantimi i trupit thon dhe fjala. Grupi i vogël thot, duhet t'i japi selam thot grupit më të madh. Dhe thot që nëse jemi një grup ne tani këtu dhe vjen dikush dhe thot selam aleikum, nëse një prej nesh thot aleikum selam, s'është nevojë të thot më dikush tjetër. Është çuar në vend ajo. Përderisa ti je një grup edhe dikush prej tyre kthen përgjigjen, është dhënë përgjigja. Nëse dikush flet askush prej nesh nuk i jep selam, të gjithë konsiderohen mendje mëdhej dhe kemi gjuna. Dhe të gjithë quhemi gjunaqar për këtë fakt. Sepse pra ti je shumë edhe shef atë që është vetëm, ndoshta më të dobët, se normalisht është kjo në natyrën e njeriu. Sa bën 2 veta, 3 veta, fillon sikur rritet edhe adrenalina që s'ka kush neve na marri për këmbë tashmë se jemi të fortë. Jo pra, Islami edhe ke kjo çështje e të folurit, shikojmë se sa bukur e edukon besimtarin musliman. Po ashtu, selami, pra, komunikimi i parë me njeriu, është edhe kur ndahesh, jo vetëm kur takohesh, por edhe kur ndahesh, i thua tjetrit selam aleikum wa rahmatullah, dhe kjo është një formë duaje që ti e bën dhe i jep siguri atij. Se në vetë dietarët kanë thënë, ose thënë ndryshe kanë pas shpjeguar shumë bukur më përpara, ka qenë traditë në botën islame që thonin, më shikoni veprimin, Assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pra, selamu aleikum dorën ke koka, ke goja dhe tek zemra. Që do të thotë, paqja e Zotit, mëshira dhe begatia qoftë mbi ty, o vëlla musliman, dhe dije që qoftë në mendjen time, qëllimet e mia, pra në mendimet e mia, qoftë në gjuhën time, në fjalët e mia, dhe qoftë në zemrën time, në jetën tim, dije që je i sigurt. Selamu aleikum rahmetullahi barakatuh. Je i sigurt, nuk të vije e keqja për meje. Nuk të vije e keqja për meje. Profesori, Allah është shpërblet, kur kemi diskutuar një herë këtë çështje, jep një shembull shumë të bukur që mund ka pëlqyer shumë. Ka ndoshta vite që kemi diskutuar. Thotë, fjala selamu aleikum është
aq fjalë e bukur dhe e zgjedhur nga Allahu xhaleshanu për të përshëndet njerëzit me njëri tjetrin, sa e dini origjinën e fjalës selam aleikum? Origjina e fjalës selam aleikum vjen nga komunikimi i parë i Ademit alayhis salam me melajket. I thot Allahu xhaleshanu Ademit, shko dhe thuaj melajkeve Esselamu aleikum. Dhe përgjigja e tyre do të jetë, pra fjala jote dhe përgjigja e tyre do të jetë komunikimi i bijve të tu. Dhe shkon Ademi alayhis salam thot selamu aleikum, ato i përgjigjen wa aleikumus salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kjo për vetë faktin sepse Allahu xhaleshanu thot në Kur'an në surën 86, ku thot wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba. Kur përshëndeteni thot me njëri tjetrin, me ndonjë përshëndetje, ju kthejeni përshëndetjen edhe me të mirë se ai që ju a jep. Pra nëse i thot selam aleikum, ti e shton wa aleikumus salam wa rahmatullah. Nëse i thot selam aleikum wa rahmatullah, ti e shton wa aleikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kurani thot shtoje diçka më tepër përshëndetjen ose kthej një lloj siç ta ka dhënë ai. Po e mira preferohet që ti të shtosh diçka më tepër sepse bën dua. Dhe që po thoshe për diskutimin me profesorin, thot është një nga përshëndetjet aq të bukura që ka zgjedh Allahu xhaleshanu, saqë i jep njeriu të siguri edhe në momentet më delikate të jetës me njerëzit më të panjohur. Dhe thot, e jep shembull shumë bukur, thot imagjino thot në një pyll mes natës ka ngel një grua me një fëmijë vetëm, edhe ka humbur rrugën, edhe dëgjon zëra. Zërat përballë janë zëra burrash. Tani, po të shkoj dikush dhe ti thot, a ka njëri këtu ti flasi kështu, si kalove mirë, ajo normalisht prap do ta marr fëmijën, do të sigurohet një herë se kush është ky që po vjen. Ama nëse ai në errësirë do t'i thot, o motër, selam aleikum, wa rahmetullah, a jeni mirë? Ajo do të ndjej siguri atë. Sepse do të kuptoj me njerë që përballë ka një njeri të besimtar në Allahun xhaleshanu. Dhe minimalisht do të besoj që ai nuk do t'i bëj dëm, por ka ardhur për ta ndihmuar. Kjo është fuqia e selamit, që aq shumë e kemi të përditshme ne. Na është bërë normalisht bukë me djathë, sepse e kemi komunikim të përditshëm, por ndonjëherë harrojmë ato thellësitë e kuptimit të kësaj fjale kaq madhështore, që Allahu xhaleshanu e ka zgjedhur komunikimin e parë, wa allama al-insana wa allamahu al-bayan, dhe i mësoi njeriu të flasi. Pra, i mësoi njeriu të flasi, të flas është hapi i parë që njeriu pra duhet të komunikojë me njerëzit që e rrethojnë. Kështu që ne shohim që këto dy çështje janë çështje të cilat neve duhet na interesojnë shumë dhe janë çështje të cilat patjetër duhet që të bëhen të pandashme në jetën tonë, sepse shohim neve që kanë një moral të madh. Tani këtu ka edhe një çështje tjetër përsa i përket çështjes së selamit që edhe këtu ndonjëherë teprohet. Për shembull, ka rregull në Islam që selami nuk jepet vend pa vend, edhe kohë pa kohë. Për shembull, sepse thamë që të japësh selam është sunet, në rregull, po të japësh sunet kur është i përshtatshëm për ta zbatuar sunetin. E supozojmë ti vjen në xhami, njerëzit janë duke fal 2 rekat sunet. Ti thua selam aleikum, ku ti thua selam aleikum? Nuk obligohet besimtari musliman ta thamë është farz ta kthesh, por ama ka raste që nuk obligohet ta kthej selamin. Kur është duke u falur, kur është duke lexuar Kur'an, kur është duke u marrë me dije, duke lexuar një libër në xhami, kur është duke bërë dhikr, kur është duke bërë dua. Ti vjen i thu selam aleikum, po ti s'duhet mi thënë një herë atij selam aleikum sepse ai ti e shef që është i angazhuar me diçka. Ka rregull. Po ashtu shohim që teprohet me këtë fjalë sepse është një prej emrave të Allahut xhaleshanu, thuhet vend pa vend. Akoma ai s'ka la duart, ka dalë nga tualeti, akoma s'ka mbërthyr rrypin e pantallonave, selam aleikum rahmetullah. Prit mos je në tualet, pash Zotit. Je në tualet. Është vend i pisët, si ti shkon e përmend emrin Allahut aty selam. Dikush më tha, ka ca kohë më thotë. Në momentin që e shtypim në atë, tha, është pastër pastaj tha. Aty tha mund të flasësh tha, s'ka asgjë të keqe, tha mund ta thush selam aleikum.
Po mirë thash, merr ha buk ti aty thash. Merr buk, e han dot bukën aty ti. Jo, po atëherë ti po përmend emrin e Allahut, es-selam në një vend të pisët, në tualet, sidomos janë ca xhami që nuk ka as ndarje midis tualeteve dhe abdesaneve, po janë direkt, domethënë. Aty është pis, aty është kërbë. Biles ju e dini shumë mirë që kur merr abdes, ti duhet të rish në qetësi. Nuk është preferuar aty të merresh me llafe dunjaje. Merr abdes aty, s'është nevojë të thosh ndoshta fare selam aleikum në një vend të tillë që është pisët. Sepse po flasim pra për fjalën Allahu xhaleshanu es-selam që duhet të jetë një fjalë, është një fjalë shumë e bukur, por edhe kur të thuhet duhet të simbolizojë të bukurën, duhet të simbolizojë të mirën, të pastërtën. Emri Allahu xhaleshanu es-selam. Shohim për shembull që Allahu xhaleshanu na orienton ku thot në surën Nur për shembull, thot mos futuni, thot mos hyni në shtëpi pa leje dhe pa dhënë selam. Pra mos u futni diku pa leje dhe pa dhënë selam. Sura Nur për shembull ka akoma ca detaje të brendshme në shtëpi ku orientohet fëmia, orientohen oraret e drekës, orientohen oraret e herët mëngjesit, orientohen oraret e mbrëmjes, që s'duhet të futesh tek dhoma e prindërve për shembull. Duhet të eduku fëmia, ose duhet të bish derës, ose duhet të japësh selam aleikum. Pra shohim pra që kërkohet komunikim nga besimtari. Pra ka një sistem një jetë e besimtari, nuk ka një sistem dali ku dali. Merr leje kur futesh diku. Çdo vend ka një të parë, ka një Zot, kur i thomi ne, kështu që ti nuk mundesh të futesh diku pa leje në këtë rast. Dhe ky është hapi i parë i komunikimit që kërkohet prej teje. Pra që të kërkosh të komunikosh me tjetrin. Tu udhësh hapin e parë të komunikimit si musliman, duke kërkuar leje në këtë rast. Është e preferuar që bereqetin e selamit, bereqetin e kësaj fjale, muslimanët mos ta neglizhojnë, t'ia humbin këtë bereqet shtëpisë së tyre. Profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë që edhe me familjarët e tu që ti ndoshta s'ke nevojë fare ti thush selam aleikum, sepse më i sigurt për familjen tënde se sa baba dhe nëna nuk ka. Pra po futen në shtëpi normalisht që duhet të simbolizosh sigurinë. Fëmia kur shkon baba në shtëpi duhet ndihet më i qetë se sa kur nuk është baba në shtëpi. Gruaja po ashtu duhet ndihet më i qetë se sa kur nuk është burri në shtëpi dhe kur je në shtëpi, sepse je shtyllë e shtëpisë, pra ti automatikisht tregon siguri, ama për mos të humbur bereqetin e kësaj fjale të madhe, selam aleikum, të komunikimit minimal fillestar edhe me familjarët e tu, është këshilluar nga profeti sallallahu alejhi wasallam që kur të futet njeriu në shtëpi, t'i japi selam familjes së tij. Edhe nëse s'ke njeri në shtëpi, profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë, jepni selam shtëpisë. Jepni selam shtëpisë. Në atë shtëpi ku futesh dhe jepet selam aleikum, thuhet bismillah, përmendet emri Allahu xhaleshanu, atë vend tha profeti sallallahu alejhi wasallam, nuk ka punë shejtani atë natë në shtëpi. Nuk mund të ushqet shejtani në atë shtëpi. Nuk mund të ketë zënka përçarje fitne në atë shtëpi, sepse është shejtani jashtë. Dhe ne shohim që edhe në këtë rast duhet të marrë bereqetin e kësaj fjale. Edhe ta bëjmë pjesë të jetës tonë dhe të familjes tonë. Dhe kur e shikojmë të dashur besimtar në përgjithësi çështjen e selamit, ne do të shohim që selami, komunikimi i thjeshtë, të dukesh i bukur në pamje, i thjesht në pamje, i thjesht në sjellje, i thjesht në fjalë, shohim që ka 3 elemente kryesore që shtohen në jetën tonë në marrëdhënie me të tjerat. Shtohet dashuria për njëri tjetrin, shtohet respekti për njëri tjetrin, shtohet paqja me njëri tjetrin. Dhe vallai nuk mund ta gjesh këtë mirësi dhe këtë begati të madhe që na ka furnizuar Allahu xhaleshanu, vetëm se sa kur ti je me të vërtetë i paq në zemrën tënde, i qetë në zemrën tënde. Dhe këtë më pas elhamdulillah më sa ke mundësi përpiqesh që ti ta transmetosh tek të tjerët. Kështu që, siç tha profeti sallallahu alejhi wasallam,
nëse doni që të bashkohen zemrat me njëri tjetrin, përhapni paqen. Pra përhapni paqen, po jo vetëm thuaj selam aleikum me fjalë, por me vepër. Përhape paqen që më aq sa ke mundësitë në marrëdhëniet me njëri tjetrin të transmetosh pozitivitet, të thush një fjalë të mirë, të bashkosh dy zemra, të bashkosh dy njerëz që flasin e të tjerë me radhë. Pra gjithmonë muslimani kërkohet që të jetë ai i pari, sepse siç e tham, selami në vetvete është një dua që besimtari e bën dhe pret dhe përgjigjen e saj. Dhe elhamdulillah ti bën dua për vllahun tënd, vllahu jot kërkon po ashtu bën dua tek Allahu xhaleshanu për ty. Dhe kështu elhamdulillah në këtë formë shohim që dy elemente që ndoshta na duken të parëndësishme, qoftë edhe rroba që ne veshim, qoftë edhe fjala e parë që ne thomi, ka një peshë aq të madhe në prezantimin e islamit tonë, në jetën e përditshme me njerëzit që na rrethojnë saqë nuk na e merr mendja. Prandaj mendoj që nëse do të pajisemi me këto morale kaq të bukura, pra të kujdesja në veshje, në veprimet trupore dhe në fjalët tona, patjetër që inshallah taala do të vinë më pas edhe gjërat më madhore. Sepse ne duhet të përmirësohemi fillimisht tek gjërat e vogla, që të arrijmë më pas të jemi të aftë të përmirësohemi tek gjërat më të mëdha. Allahu xhaleshanu na bëf prej tyre që e jetojmë të Islam me paqe, na e mbush zemrën me paqe dhe të na bëj prej tyre që sa të mundemi të shpërndajmë mirësinë dhe paqen me të gjithë njerëzit që na rrethojnë. Allahu xhaleshanu ju dasht dhe ju begatoft të gjithëve. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.